Thot Ibn Qayyim el-Jauzi radiallahu anhu, një për ulemave dhe djetarve që ka jetu para 700 viteve, dhe njerëzit jenë rrugëtar, musafirin, e kanë marrë udhëtimin drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi, çdo moment dhe çdo sekondë dhe çdo çast që i ikën çdo njeri prej nesh, ne vetëm se afrohemi për tek Allahu i Madh subhanahu wa ta'ala. Pra thot, njerëzit janë musafirin, janë rrugëtar, udhëtar për tek Allahu xhelle xhelalu, përfundimi i tyre është ose në xhennet ose në xhehenem. Fitoria e madhe është xhenneti, humbja e madhe pas së cilës më nuk pason fitore është zjarri i xhehenemit. Allahu na ruaj. Vazhdon Allah i rujti, Allah i mëshirofti Ibn Qayyimi dhe thot, dhe njerëzit do të përfundojnë ose në xhennet ose në xhehenem. Dhe fitimtar janë ata të cilët do të përfundojnë në xhennet edhe pse shumë u lodhën në dunja. Shpeshherë ata të cilët janë të parë në safet e muslimanëve, po janë fukarat. Shpeshherë ata të cilët falen në safet e muslimanëve, po janë njerëz të cilët janë sprovuar në jetën e kësaj dunjaje. Ju e dini ju vëllezërit e mi, edhe pse shembujt e historisë islame kemi të shumta, por një për njerëzve që i kemi në safin e parë në xhami për çdo ditë. Muezini i xhamisë që mirë për ne hoxhallahu kur të ndron ai jetë ndoshta dhe s'ka kush ta bën me ezani. U sprovon në djalin e tij, u sprovon në gruan e tij, u sprovon në mbesën e tij. Pse? Po fundi me lejen e Allahu xhallahu ala, siç thotë Ibn Qayyimi, edhe pas një lodhje shumë të madhe, fitoria është e madhe. Ajo është një fitore pas së cilës ma nuk ka humbje, ju vëllezërit e mi.